Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Urgjent hiqni dorë nga këto ushqime, po ju rrisin tensionin e gjakut. Sipas ekspertëve, tensioni i lartë i gjakut mund të jetë shkatërimtar për zemrën, trurin dhe veshkat. Ekspertët e shëndetësisë thonë se tensioni i lartë i gjakut shkakton komplikacione të rënda në lëvizjet e gjymtyrëve. Tensioni i lartë i gjakut trajtohet me medikamente, por ka një sër ushqimesh të cilat e rrisin tensionin akoma edhe më shumë. Sipas ekspertëve, nëse ju dëshironi që të shmangni me patjetër rritjen e tensionit të lartë të gjakut, atëherë ju duhet që të përdorni këto receta dhe këto ushqime. Gjithashtu, këshillohet të përdorni sa më pak krip dhe të kryeni sadopak aktivitet fizik. Sipas ekspertëve, ju duhet të shmangni mishin e kuq. Mishi i kuq është i shijshëm, por njëkohësisht ai mundet që të rrisë tensionin e lartë të gjakut, përmban shumë kolesterol dhe kjo mundet që të dëmtojë zemrën tuaj. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju duhet të dini që e njëjta gjë vlen edhe për pancetën, sallamin apo prosciutat. Picat e ngrira. Këto ushqime mund të tingëllojnë, ideale për sa i përket një darke të shpejtë, por një racion i kësaj pice përmban 1000 miligram sodium. Prodhuesit e saj nga ana tjetër shtojnë krip dhe substanca për ruajtjen e picës, duke rritur rreziqet për tension të lartë të gjakut. Ndërkohë, edhe salsat e paketuara të domates mund të kenë efekte në tensionin e gjakut. Salsat e domateve me paketime qelçi ose metalike rrisin tensionin e lartë të gjakut. Një paketim me salcë domate përmban 654 miligram krip. Një racion me makarona me salcë domate dhe mish përmban 1300 miligram krip. Turshitë e gatshme. Turshit e tjera, përveç lakrës, si domatet apo kastravecat, janë të zhytura në lëng me krip. Një filxhan me kastraveca turshi përmban 1259 miligram sodium. Njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut nuk duhet të hanë turshi të tilla. Maksimumi duhet të konsumojnë turshi të cilat janë të bëra vetë. Alkooli. Një sasi e vogël e alkoolit nuk shkakton dëme, por në qoftë se ju e teproni me pirjen e alkoolit, atëherë ju do të rrisni tensionin e lartë të gjakut. Alkooli mund të ndërhyjë kundër medikamenteve të tensionit të gjakut dhe të ulë efikasitetin e tyre. Ëmbëlsirat e paketuara. Ëmbëlsirat, biskotat me mbushje shumëngjyrëshe, të cilat shiten në paketime të bukura, janë të mbushura me sheqerna, yndyra të ngopura dhe njëkohësisht kripra. Ushqime të tjera të cilat rrisin tensionin e gjakut janë ato të cilat mund të kenë përmbajtje të lartë sheqeri dhe kjo më pas çon edhe në gjasat e mbipeshës. Ndërkohë, këto janë ushqimet verore të cilat ulin tensionin e lartë në gjak. Tensioni mund të ulet duke bërë ndryshime në dietë dhe në mënyrën e jetesës, si edhe duke marrë mjekime. Këto janë ushqimet verore të cilat ju duhet të provoni për të ulur me patjetër tensionin e lartë të gjakut. Koriandër. Kjo erëz gjithashtu ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Ajo ka veti diuretike në trup, prandaj mund të ndihmojë njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Jeshillëqet. Jeshillëqet rrisin nivelin e magnezit duke ndihmuar kështu në luftimin e tensionit të lartë të gjakut. Frutat e pyllit, luleshtrydhet, boronicat dhe manaferrat mund t'ju ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut.
Ato janë të pasura me flavonoid, substanca të cilat relaksojnë enët e gjakut duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Avokado, një zgjidhje e mirë për luftimin e tensionit të lartë të gjakut. Avokado gjithashtu është i pasur në kalium, një mineral kyç i cili ndihmon veshkat tuaja që të filtrojnë lëngjet nga gjaku duke ulur kështu presionin e gjakut. Selino përmban kimikate ftalate që mund të relaksojnë muret arteriale duke ulur kështu tensionin tuaj të gjakut. Përveç konsumimit të këtyre ushqimeve, ju me patjetër duhet të bëni edhe ndryshime të tjera në mënyrën e jetesës për të trajtuar tensionin e lartë të gjakut, si edhe të kryeni më shpesh aktivitet fizik dhe të shmangni ushqime të cilat kanë përmbajtje të lartë të kripës. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë edhe pije të cilat do t'ju vinë në ndihmë për të ulur tensionin e lartë të gjakut. Sipas ekspertëve, ekzistojnë 3 metoda natyrale të cilat janë më së efikase për të trajtuar problemet me tensionin e lartë të gjakut. Tensioni i lartë i gjakut është një problem mjaft i përhapur shëndetësor dhe nëse ai nuk trajtohet ashtu siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe njëkohësisht dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore, përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Nga ana tjetër, ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtë në shtëpi, siç janë hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet kësaj video ne do t'ju tregojmë 3 receta natyrale të cilat janë jashtëzakonisht efikase kundër tensionit të lartë. Kura e parë është ajo me lëng limoni, ku përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë dhe një limon. Shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe më pas pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët gjithashtu kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri të cilat kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar kështu enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura me uthullmolle dhe sodë buke. Përbërësit janë ujë, një majlugë çaj me sodë buke dhe një lugë gjelle me uthullmolle. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjelle me uthullmolle, një majlugë çaj me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultate më të mira. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!